Në zyrën tuaj, kur erdha, ka marrë 3 gjëra me vete, shumë të bukura. Këtë gur me centro, ka marrë një liko mikse me shumë shije, e përmetit sigurisht, dhe kam pastaj dhe Albanian Flavors, erzat e tokës të bukur shqiptare. Ky gur është i Vjosës? Ai gur është nga shtrati i Vjosës. Dhe mbasi Vjosa u bë park kombëtar, gratë e Vjosës shpikën, le të themi, këtë lloj dhurate, dhe kur ne kemi prezantuar projektin bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar në Montreal, unë e prezantova Vjosën si një grua, por edhe për faktin se gruaja në gjithë krajinë rrotull Vjosës është një institucion shumë i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme në familje, është shumë e rëndësishme në fshat, është shumë e rëndësishme në shoqëri, është ajo që edhe kur nuk duket, është ajo që komandon realisht, në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe burrat edhe ata që duan të duken si burra të fortë, në fakt janë burra të cilët nuk bëjnë gjë pa pyetur gratë. Cili do ishte fjalori i dashurisë tuaj për Gjirokastrën? Ti hapim këto sundukët e thesareve gjuhësore? E nisa dhe e lash në mes, sepse pastaj mora detyrën tjetër dhe mua nuk më doli koha, po është patjetër një projekt i parë të cilit do t'i rikthehem sapo unë të mbaroj këtë mision. Për shembull, fjalë që fillojnë shkronja A si Ane. Ane është nëna. Po është nëna Gjirokastrite, në derën e madhe përgjithsisht janë portat e mëdha tipike dhe anash kanë 2 sofa quhen në Gjirokastër, që janë si 2 mure, të cilat Ane dilin dhe i luajnë gjithmonë me gëlqere të bardhë. Dhe përveç Anes kemi dhe uleshin aty dhe një fjalë tjetër Gjirokastër, molloisnin. Molloisnin. Do të thënë bonin muhabet. Bukur shumë. I pëlqej shumë këto rrëmimet në sunduk këtë gjuhësor kur gjejnë këto fjalët me nuanca dialektore sipas zonave të Shqipërisë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.